kur s'ka qenë ma mirë me zgjedh profesionin që e dënë. Mos me zgjedh profesionin veç për shkak se paguash ma shumë ose ma mirë. Arsyeja po e them se inteligjenca artificiale po ta jap ty ke qatë mungesën teknike që e ki pas. Nuk ki nevojë mu bo programer, se përpara njerëz që bo programera ose pse po paguhen mirë, ose pse muj me kryu aplikacione, muj me ndërtu biznisin tem. Me thonë, unë e thamë që sot ti dush me i në teknologji nëse për një me dënë me u marë me shkencë. Teknologjia është ka ndërën njërë tepër shpejt. Unë me thonë që është mazi se me qenë mjek, me qenë doktor, se doktorave s'pivin update-at e zemrës e trunit e ceneve non-stop, neve na mëtën tash të 2 javë, se për para konë që një vjetë, edhe po duhet shumë e mësu, për me mujtë me i mbajt trendet. Më thonë është ka kriot një ambient shumë i fështirë për engjinjerim, edhe unë e besoj që veç matë mirët mundën me mbjetu. Po jo me i diskuraju. Po anën tjetër... Por mi motivu për mësë mundon. Ideja është vishë me kuptu qëllimin pëse po do me hi. Po nuk është kjo këshill për veç ta që i në teknologji. Këshilla është për çdo profesion. Në çdo profesion ka mu prek me inteligjencë artificiale. Vetmja barierë është vetvetja momentalisht. Edhe ajo ideja hajtë se kur botë për krejt botë dhe për mu. Që ajo është një formë shumë e gabushme të mendumit. Inteligjenca artificiale po e ka edhe atë mësimin e vetë që po duhet me bo. Edhe sa ma shumë e zgjatë, koha që ka me 2 vit për me mësu që ato ka me qenë ma e madhe. Adin mos vjen puna, më të dok, mas një na ma vonë veç qysh me përdor inteligjencën artificiale për nevoja tuja si me kry fakultet në veti. Sot mund është brenda një mujit me qenë me një nivel kit tjetër, nëse ja dedikon kohën. Plot po thojnë, nuk muj me lom punën. Edhe tash më marrën e me AI, me këshyr me discover vetën, me këshyr çka mujnë me bo. Me njës prej fillimi, tash në këtë moshë. Nuk ki nevoj me lom punën, nuk ki nevoj me ndërprej jetën, çka do çka i ka bën në rregull është, veç dallimi është që njëmi bindën që se s'li mund të mi gjetë 2 orë. Nëse më thush që si ki që ato 2 orë, unë të thamë që ja vlen mi sakrifiku 2 orë gjëmë për një muj, për me mujt me mri që ato çka po e thëmë.